një karige dhe më pas 2. Është pushteti që e shndërron njeriu, derisa në fund ai vdes, ndërsa karigja plot pushtet kërkon një tjetër kurban. Kjo është loja artistike që na ofron Eltion Merja në Teatrin e Operës dhe Baletit sot në mbrëmje, në kuadër të projektit Koreolabos. Pjesa flet për një person që shndrohet faktikisht nga hiçi, pretendon të jetë dikush, po karriga e parë nuk i pëlqen, kështu që pretendon akoma edhe më shumë shkallët deri në pushtetin absolut. Pa e ditur që pushteti absolut pastaj i jep gjithçka parat, i jep e bën hipokrit, e bën njëri të tmerrshëm. Ky konflikt i madh që zhvillohet në skenë merr trajtën e një përplasjeje të ashpër mes karrigës dhe njeriut, e kryesisht personazhit kryesor, që pasi shkatron gjithçka ka ëndërruar, ka eliminuar edhe personin plot ideale që ishte në fillim të shfaqjes, vetë Eltionin, që në baletin Fuqia e Karrigës është viktima e pushtetit që vetë ëndërronte. Balerinët pavarësisht se kanë përgjegjësi vetjake, po edhe mund të qëndrojnë aty ose mund të bëjnë ai gjë gabim që unë se shoh fare, sepse jam i fokusuar aty. Ktu e hikën pjesa koreografit. Koreolabos prezanton sot në mbrëmje dhe 4 pjesë të tjera në Teatrin e Operës dhe Baletit.